Ajo ishte vetëm 18 vjeçe kur ati e dorëzoi si pagesë për një borxh. Nga jashtë ai duke i ftohtë, mizor dhe llogaritës, por pas atyre syve të lodhur fshihej një sekret që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Dera e barakës u hap me një përplasje të fortë. Tenxherja e orizit që Alisa po lante ra në tokë. Ajo u kthye e trembur dhe pa të atin, Valdirin, duke hyrë me hapa të paqëndrueshëm. Fytyra i ishte zbehur, djersa e ftohtë i rrifte nga balli dhe duart i dridheshin fort. Por këto nuk ishin dridhjet e zakonshme të varësisë nga bigjozi. Ishte frikë e pastër, paralizuese. Baba, çfarë ka ndodhur? Pyeti ajo. Valdiri u mbështet te muri i qarë prej druri. Sytë e tij ishin të fiksuar në diçka që ekzistonte vetëm në mendjen e tij. U përpoq të fliste, por nga goja i doli vetëm një rënkim i mbytur. Ata erdhën, tha më në fund. Njerëzit e Mark Aurelit. Nëse nuk paguaj deri nesër do të më vrasin. Alisa ndjeu sikur toka u hap nën këmbët e saj. Mark Aureli ishte fajdexhiu më i frikshëm i zonës. Njerëzit që i kishin borxh zhdukeshin pa lënë gjurmë. Sa para? Pyeti ajo, edhe pse e dinte se përgjigjja do të ishte e pamundur. 120.000 real. Këmbët e saj u dobësuan. Ajo punonte si pastruese që nga mosha 14 vjeç dhe mezi arrinte të mbante shtëpinë. Ndërsa ati kishte humbur gjithçka në lojra fati. Të jam lutur të ndaloje, tha ajo me zë që i dridhej nga zemërimi dhe dhimbja. Të jam lutur të kërkoje ndihmë. E di. Bërtiti ai. Lotët i mbushën sytë. E shkatërova gjithçka. Edhe nënën tënde. Emri i nënës e goditi Alisën si thikë. Ajo kishte vdekur sepse nuk kishin para për trajtim. Para se të vdiste, kishte kërkuar vetëm një gjë, që Valdiri të kujdesej për vajzën e tyre. Duhet të ketë një zgjidhje, pëshpëriti Alisa. Valdiri ngriti kokën. Në sytë e tij kishte vendim dhe turp. Ka një mënyrë. Mark Aureli njeh një burr të pasur. Quhet Bernard Carvalho. Ai kërkon një grua. Një vajzë të re. Ai fal borxhin nëse ti martohesh me të. Fjalët ranë si goditje. Alisa u tërhoq mbrapa, e tmerruar. Jo. Ti po më shet. Bërtiti ajo. Është martesë ligjore, tha ai me dëshpërim. Ai do të kujdeset për ty, do të kesh gjithçka. Do të jem pagesë, tha ajo mes lotësh. Një objekt për të shlyer borxhet e tua. Heshtja u bë e rëndë. Në fund, realiteti ishte i qartë, nëse ajo refuzonte, i ati do të vdiste. Dhe ajo do ta mbante atë faj për jetë. Të nesërmen në mëngjes, Alisa mori pak gjëra, një fotografi të nënës, një ruzare dhe një fletore të vjetër. Kur ora shënoi 11:50, dera u godit fort. Në prag qëndronte Bernard Carvalho. Ai ishte më i ri nga sa ajo kishte imagjinuar. I gjatë, me kostum të errët, fytyrë serioze dhe sy kafe të thellë që e vështronin me qetësi të frikshme. Alisa Santos? Pyeti ai. Ajo pohoi me kokë. Bernard foli qartë, pa mizori. E shlyu borxhin aty për aty, por shikoi Valdirin me përçmim. Një burr që përdor vajzën e vet për të paguar borxhet, tha ai ftohtë, nuk meriton as frymën që merr. Pastaj i u kthye Alisës. Zëri i tij u zbut. Do të jetë martesë ligjore. Do të jetosh në shtëpinë time. Do të kesh dhomën dhe lirin tënde. Nuk do të kërkoj asgjë që ti nuk dëshiron. 2 vjet. Pas kësaj, nëse dëshiron, do të jesh e lirë. Në makinë, Alisa shpërtheu në lodh. Bernard i zgjati një shami, pa e parë. Mund të qash, tha ai. Askush nuk do të të gjykoj. Pse po e bën këtë? Pyeti ajo. Ndonjëherë u përgjigj ai pas një pauze, njerëzit e duhur takohen në rrethana të gabuara. Makina u ndal përpara një vile madhështore. Bernard i zgjati dorën për ta ndihmuar të zbriste. Ajo e mori, duke ndier ngrohtësinë dhe sigurinë e atij gjesti. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde të re, Alisa, tha ai. Ajo shikoi ndërtesën e madhe, burrin enigmatik pranë saj dhe të ardhmen e panjohur. Nuk e dinte nëse kjo ishte një shtëpi apo një burg i ardh. Por e dinte se nga ai çast, jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Çdo hap i saj jehonte në heshtjen e rëndë të shtëpisë. Nuk kishte të qeshura, nuk kishte muzikë, nuk kishte zëra.
Ishte një shtëpi e ndërtuar për një familje, por e banuar vetëm nga vetmia. Muret e larta dhe korridoret e gjata dukeshin sikur ruanin kujtime që askush nuk guxonte t'i zgjonte. Kjo është dhoma jote, tha Bernardi, duke u ndalur para një dere në katin e 2. Ai e hapi derën dhe Alisa hyri brenda. Fryma i u pre në gjoks. Dhoma ishte më e madhe se e gjithë baraka ku kishte jetuar gjithë jetën. Një shtrat i madh me baldakin, mobilje elegante prej drurit të çelet, një tavolin grimi me pasqyrë dhe dritare të mëdha që shikonin nga kopshti. Banjoja është këtu, shtoi Bernardi. Ka gjithçka që të nevojitet. Nëse mungon diçka, më thuaj. Kujt t'i them? Pyeti Alisa, ende e hutuar. Mua ose zonjës Marta, kujdestarja e shtëpisë. Ajo vjen disa herë në javë. Alisa pohoi me kokë. Ajo dhomë ishte më luksoze se çdo vend ku kishte qenë ndonjëherë. Ka rroba në dollap, vazhdoi Bernardi. Janë bler paraprakisht. Nëse nuk të përshtaten, do t'i ndërrojmë. I ke bler pa më njohur? Pyeti ajo. Ai heshti për një çast. Nuk e dija nëse do të pranoje, tha më në fund. Por e njoh dëshpërimin kur e shoh. Dhe dëshpërimi shpesh nuk ka zgjedhje. Fjalët e tij ishin të drejtë për drejta, por jo mizore. Do të lë të pushosh, tha ai dhe u kthye për t'u larguar. Prit, e ndali Alisa. Pse të duhet një grua? Vetëm për arsye ligjore? Bernardi qëndroi i palvizur për disa sekonda. Jo ende, tha ftohtë. Ndoshta kurrë. Por marrëveshja nuk ndryshon. Dera u mbyll ngadalë pas tij. Alisa mbeti vetëm duke shtrënguar çantën e vjetër. Brenda saj ishte fotografia e nënës. E vendosi mbi komodin. Nuk e di nëse bëra gjën e duhur, mami, pëshpëriti. Vendosi të bëj dush. Banjoja ishte prej mermeri, e ftohtë dhe madhështore. Uji i nxehtë rëshiti mbi lëkurë dhe për herë të parë pas shumë kohësh ndjeu ngrohtësi të vërtetë. Qau pa u përmbajtur. Kur doli, veshi një rrobë të butë dhe hapi dollapin. Rroba të thjeshta, elegante, jo provokuese. Dikush kishte menduar për rehatinë e saj. Trokitje e lehtë në derë. Jam zonja Marta, tha një zë i butë. Ishte një grua e mesme, me sy të mirë. Zoti Bernardi më kërkoi të shoh nëse ke nevojë për diçka. Faleminderit, jam mirë, u përgjigj Alisa. Ai nuk është njeri i keq, tha Marta pas një pauze. Është një burr i thyer, që kur humbi gruan dhe djalin në aksident, u mbyll në vetvete. Por ende ka mirësi. Ai ndihmon shumë njerëz në heshtje. Kjo e befasoi Alisën. Në mbrëmje, Alisa zbriti për darkë. Bernardi ishte ulur vetëm në tavolinën e gjallë. Ata hëngrën në heshtje. Kjo shtëpi ishte për familjen time, tha ai më në fund. Për gruan time, Kamilën, dhe djalin ton, Mikelin. Tani është vetëm një ndërtesë bosh. Kur Alisa u përpoq të tregonte dhe mshuri, ai u ngrit dhe u largua. Ditët kaluan me heshtje dhe vështrime të pashprehura. Derisa një pasdite në kopsht, Alisa foli, ti ikën sa herë që gjërat bëhen të vërteta. Bernardi u thye. Ai foli për frikën, për humbjen, për muret që kishte ndërtuar. Dhe Alisa e përqafoi. Ai qau, pa turp. Më vonë, ai i tregoi të vërtetën. Nuk të bleva, Alisa. Martesa ishte mënyra e vetme për të shpëtuar nga ai njeri. Për të dhënë një jetë tjetër. Në bibliotekë, ajo pa fotografitë e familjes së tij. Një jetë e shkatëruar nga dhimbja. Dhe për herë të parë, Alisa kuptoi se ndoshta kjo shtëpi nuk ishte një kafaz. Ndoshta ishte vendi ku dy shpirtra të thyer mund të mësonin të jetonin sërish. Dhe pastaj, 48 orë më vonë, nuk munda t'ua jepja atë mundësi familjes sime. E di çfarë është ironike, Alisa? Tha Bernardi me një të qeshur të hidhur. Kamila dhe Migeli vdiqën në çast. Kështu tha mjeku ligjor. Goditje e menjëhershme. Nuk ndjen dhimbje. Ai heshti për një sekondë. Por unë e ndjej çdo ditë. Zgjohem duke e ndier, punoj duke e ndier, fle duke e ndier nëse arrit të fle. Alisa u kthye plotësisht nga ai. Nuk fle? Disa orë, u përgjigj ai. Kur trupi më në fund dorëzohet nga lodhja. Bernardi e shikoi për herë të parë drejt në sy. Brishtësia që kishte aty ishte shkatëruese.
Kur mbyll syt, shoh aksidentin. Nuk isha atje, nuk e pash, por mendja ime e rindërton gjithçka në detaje. Kamioni që zbret për plasja, trupat dhe zgjohen duke bërtitur vetëm në këtë shtëpi të madhe, pa askën që të më dëgjoj. Lotët e Alisës ranë para se ajo t'i ndalonte. Nuk duhej ta mbaje këtë barë vetëm. Nuk kisha zgjedhje. Zëri i tij u bë i zbrazët. Prindërit e mi vdiqën kur isha i ri. Jam fëmijë i vetëm. Kamila ishte bota ime e tërë dhe kur ajo u largua, mori gjithçka me vete. Jo gjithçka, përshpëriti Alisa. Ende je ti, ende ke mirësinë tënde dhe mshurinë tënde, aftësinë për të shpëtuar njerëz. Dhe nuk po flas vetëm për spitalet. Po flas për mua. Ti më shpëtove, Bernardi. Më nxore nga një vend ku po vdisja ngadalë. Bernardi e pa sikur po e shite për herë të parë. Mendon se të shpëtova? Tha ai ngadalë. Ti mezi më nje. Nuk i di gjërat që kam bërë. Vendimet që kam marrë. Atëherë mi trego. Heshtje e rëndë. Bernardi u ngrit papritur dhe shkoi drejt dritares duke i kthyer shpinën. Pas aksidentit, rash në humner, tha ai me zë të errët. Ndalova së operuari. Duart më dridheshin. Shita pjesën time të klinikës kirurgjikale dhe fillova të blej spitale si prona. E ktheva mjekësinë në biznes, gjë që gjithmonë e kam urryer. Ai shtrëngoi grushtat. Dhe ka më shumë. Gjëra që kam bërë nga dëshpërimi, nga vetmia. Gjëra për të cilat nuk jam krenar. Alisa u afrua. Çfarë gjërash? Bernardi u kthye. Fytyra e tij ishte e torturuar. Para teje kishte të tjera. Zemra e Alisës u fundos. Jo gra. Ai u ngut. Takime të rregulluara. Gra që këshilli drejtues i spitaleve sugjeronte. Trashëgimtare, biznesmene. Të përsosura në letër. Ai kaloi dorën mbi fytyrë. Darka të shtrenjta, biseda të sjellshme, por nuk ndjeja asgjë. Ishte sikur pjesa ime që dinte të lidhej kishte vdekur bashkë me Kamilën. Dhe me mua? Pyeti Alisa me zë të dridhur. Pse me mua ishte ndryshe? Bernardi e shikoi me një intensitet që digjte. Sepse ti nuk po përpiqeshe të më impresionoje. Nuk doje parat apo statusin tim. Ti thjesht doje të mbijetoje. Dhe në atë barak, me atë baba të tmerrshëm, ti ruajte dinjitetin tënd. Njerëzin tënde. Dhe unë mendova nëse ajo mund të jetë e fortë pas gjithçkaje që ka kaluar, ndoshta edhe unë mundem. Mendon se jam e fortë? Alisa qeshi pa humor. Unë pranova të martohem me një të panjohur sepse nuk pata guxim ta lija baban të vdiste. Kjo nuk është forcë. Është frikë. Jo. Ai bëri një hap drejt saj. Është dashuri. Dashuri e shtrembër, e keqvendosur për dikë që nuk e meritonte. Por gjithsesi dashuri. Aftësia për të dashur edhe kur të lëndojnë, kjo është gjëja më e guximshme që ekziston. Ata ishin shumë afër tani. Alisa ndjente nxehtësinë e trupit të tij. Nuk e di çfarë po ndjej, pranoi ajo. Nuk e di nëse është diçka për ty apo thjesht mirënjohje. As unë nuk e di, tha Bernardi, por e di që më frikson. Sepse për herë të parë pas 5 vitesh, shoh të ardhmen dhe nuk është bosh. Dhe kjo është e tmerrshme. Sepse po sikur të humbas sërish. Ai u tërhoq papritur, maska u kthye. Duhet të punoj. Kam takime. Dhe u largua. Alisa mbeti vetëm me albumet e fotografive. Kamila. Migueli. Një dashuri e përsosur, e ngrirë në kohë. Si mund të konkuronte ajo me një kujtim? Atë natë, Alisa nuk fjeti. Dhe rreth orës 2 të mëngjesit dëgjoi një britm. Nga dhoma e Bernardit. Ajo vrapoi dhe hapi derën. Bernardi po përpëlitej në shtrat. Jo, Kamila, jo, Miguel. Bernardi zgjo. Ajo e preku. Ai u zgjua me një frym të thyrë. Ishte ëndra gjithmonë aksidenti. Pa menduar, Alisa u ul pranë tij dhe e përqafoi. Ai u dorëzua. Nuk e duroj më, përshpëriti. Nuk je vetëm, i tha ajo. Jam këtu. Qëndro, murmuriti ai. Vetëm derisa të fle. Në rregull, tha ajo. Ata ushtrin. Jo si burr e grua.
por si dy shpirtra të thyer që kishin nevojë për njëri tjetrin. Në mëngjes, Alisa u zgjua me krahun e tij rreth belit të saj. Dhe e kuptoi me frikë se në vetëm 6 ditë nuk mund ta imagjinonte më jetën pa Bernardin. Dhe kjo e trembi më shumë se gjithçka tjetër. Alice ishte gjithmonë ajo që kujdesej më shumë se sa duhej për njerëzit e gabuar. Marta buzëqeshi me trishtim duke e parë me butësi. Po flet për Bernardon, apo jo? E pyeti ajo me zë të ulët. Alice uli syt. Ai ende e do gruan e tij. Dhe unë nuk e di saktësisht çfarë ndjej. E di vetëm që nuk është më thjesht mirënjohje. Dhe kjo më frikson. Pse është e rrezikshme të duash dikë? Pyeti Marta. Sepse ai nuk mund të më dojë siç e dua unë. Jo kur Camila ende jeton në zemrën e tij. Marta i preku dorën me kujdes. Zemra nuk është një vend i vogël, bi. Dashuria nuk është e kufizuar, ajo rritet sa më shumë që jepet. Po sikur ai të mos më zgjedh kurrë? Po sikur unë të jem vetëm një zgjidhje e përkohshme? Para se Marta të përgjigjej, porta e madhe e vilës u hap. Por nuk ishte makina e Bernardos. Ishte një taksi e vjetër, e pistë, krejtësisht jashtë vendit në atë ambient luksi. Nga ajo zbriti një burr që ja ngriu gjakun Alicës. Valdir jo, pëshpëriti ajo, duke u ngritur me nxitim. Baba i saj dukej më i dobët, më i plakur, me rroba të konsumuara, por syt ishin të njëjtë, të dëshpëruar dhe manipulues. Alice, bërtiti ai duke ju afruar. Bi, duhet të flas me ty. Si e more vesh ku jam? E pyeti ajo, me zë që i dridhej. Marta u vendos me njëherë pranë saj, në mënyrë mbrojtëse. Pyeta Marco Aurelion, tha Valdiri. Më tha për martesën tënde me atë biznesmenin e pasur. Era e alkoolit u ndje edhe nga larg. Të lutem, më dëgjo, vazhdoi ai. Jo, ju përgjigj Alice me ashpërsi. Ti nuk ke më të drejtë të më flasësh. E di që kam gabuar. Kam qenë një baba i tmerrshëm, por po përpiqem të ndryshoj. Je i dehur. Në 10 të mëngjesit. Kjo është ndryshimi yt? Valdiri u lëkun, duke u mbajtur me vështirësi. Jam vetëm sepse vajza ime më braktisi. Unë nuk të braktisa, tha Alice me lodh zemërimi. Ti më shite. Më përdore si pagesë. Zgjodhe lojën, alkoolin, varsin, çdo herë. Të dua gjithmonë të kam dashur. Dashuria nuk bën këto gjëra. Bërtiti ajo. Dashuria nuk vë bast paratë e ushqimit. Dashuria nuk e detyron një vajzë të punojë që në moshën 14 vjeç. Dashuria nuk shet fëmijën e vet. Valdiri filloi të qante. Më duhet vetëm pak para. Vetëm kaq. Që të ngrihem përsëri. Alice qeshi me hidhërim. Për këtë erdhe. Jo për të kërkuar falje. Vetëm për para. Në atë çast, një makinë hyri në obor. Bernardo zbriti me një shprehje të ftohtë dhe të rrezikshme. Kush je ti dhe çfarë po bën në pronën time? Tha ai. Jam baba i saj, u përgjigj Valdiri me zë të dobët. Babai që e shiti vajzën për borxhe bigjosi, tha Bernardo pa mëshirë. Ke 5 sekonda të largohesh, ose thëra sigurin dhe marr një urdhër ndalimi. Ajo është vajza ime. Ajo është gruaja ime, ja preu Bernardo. Dhe ti e humbe çdo të drejtë mbi të kur e përdore si monedhë shkëmbimi. Valdiri u kthye nga Alice për herë të fundit. Alice, të lutem, ajo e fshiu fytyrën dhe e pa drejt në sy. Lam të mirë, Valdir, për gjithmonë. Ajo u kthye dhe hyri në shtëpi. Bernardo i vuri dorën në shpinë. Je mirë? Jo, pranoi ajo. Por do të jem. Më vonë, në salon, Alice u rrëzua në lot të heshtur. Bernardo e përqafoi fort. Ai nuk i meriton lotët e tu. E di. Por më dhemb sepse gjithmonë kam dashur një baba të vërtetë. Bernardo e pa drejt në sy. Unë të zgjedh ty dhe do të luftoj për ty. Alice e pa, e habitur. Pse kujdesesh kaq shumë? Ai hezitoi, pastaj i preku fytyrën. Sepse kur të shoh ty, shoh forcë. Shpresë. Dhe për herë të parë pas 5 vitesh, nuk ndihem bosh. Zemra e Alicës rahu fort, edhe unë ndjej të njëjtën gjë. Dhe më frikson. Edhe mua. Atëherë ajo e puthi.
Jo me hezitim, por me gjithë emocionin e mbajtur brenda. Bernardo u përgjigj me të njëjtën intensitet. Kur u ndan, të dy ishin pa frym. Kjo ndryshon gjithçka, tha ai. E di. Dhe nuk më intereson. Bernardo e shikoi me kujdes. Nëse kjo bëhet reale, nuk do të mund të lë të shkosh. Atëherë mos më lër, u përgjigj Alice. Diçka u shemb brenda ti. Ai e puthi sërish, më but. Duhet të flasim për gjithçka, tha ai më vonë. Po, buzëqeshi ajo. Por më thuaj, ai puthje ishte e vërtet? Bernardo ju përgjigj me një tjetër puthje, të shkurtër, por të sigurt. Alice buzëqeshi vërtet për herë të parë pas shumë ditësh. Ajo kishte hyrë në atë shtëpi si një pagesë borxhi. Por tani, po gjente diçka që nuk e kishte pasur kur, zgjedhje, vlerë dhe dashuri. Dhe Bernardo, i mbyllur për vite në dhimbje, po gjente përsëri jetën. Dy zemra të thyera, duke u shëruar së bashku.